Vuani nga pagjumësia, konsumoni këto ushqime para gjumit dhe do të flini tetor të qeta. Ka disa ushqime të cilat e nxisin gjumin dhe ju ndihmojnë të bini më lehtë në gjumë dhe të fleni më qetë gjatë natës, pa ju ndërprer ai gjatë proceseve të ndryshme të fazës së gjumit. Ushqimi para gjumit nuk duhet të jetë kurrësi i pashëndetshëm. Pas një dite të gjatë dhe të lodhshme, ju shtriheni në shtratin tuaj dhe mendoni se duhet patjetër të bëni një gjumë të mirë. Megjithatë, gjumi thjesht nuk vjen në ato momente. Në vend të kësaj, ju ktheheni nga njëra anë e krevatit një tjetrën dhe vazhdoni të shikoni orën dhe kuptoni se kjo situatë nuk do të ndryshojë për orët e ardhshme. Pra, çfarë mund të bëni që të mos mbeteni pa gjumë, sidomos edhe në orët e vona të natës? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për fat të mirë, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Duhet vetëm të konsumoni ushqime të duhura përpara se të flini, dhe ky aspekt do të ndikojë pozitivisht në situatën tuaj të gjumit. E rekomanduar për fazën e gjumit sipas ekspertëve të Healthline, këto janë ushqimet më të mira të cilat do duhet t'i keni pjesë prezente të dietës suaj, që do ju ndihmojnë në dukshëm kundër problemeve të pagjumësisë dhe do ju ndihmojnë që të arrini në fazën më të mirë të cilësisë së gjumit. Në dietën tuaj shtoni qershit. Konsumi një gote me lëng qershie të paktën disa orë përpara gjumit, sigurisht që do ju ndihmojë shumë në këtë aspekt. Qershit janë një nga burimet më të mira të melatoninës që na ofron vetë natyra, duke na ndihmuar dukshëm kundër problemeve të pagjumësisë dhe shqetësimeve të tilla. Melatonina njihet gjithashtu si hormoni i gjumit. Ajo lind nga shëndrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të jeni më të lodhur dhe gati për një gjumë cilësor dhe të pandërprerë gjatë fazës së tij. Kështu që, ju përpara se të shkoni për të fjetur, shtoni në dietën tuaj një gotë me lëng qershie, jo vetëm që do ju ndihmojë të keni një gjumë më të mirë, por do të zgjasë gjithashtu edhe fazën e REM. Në dietën tuaj shtoni qershit. Qershit janë një zgjedhje shumë e mirë, ato janë të pasura me vitamina dhe minerale, sidomos edhe me vitaminën B6. Kjo kërkohet nga trupi në mënyrë që të jetë në gjendje të prodhojë nivele të duhura të melatoninës. Qershive, gjithashtu dhe qiqërave nuk ju mungon kalciumi dhe magnezi, elementë shumë të rëndësishëm këto në kombinimin e personave të cilët kanë një problem të theksuar të pagjumësisë. Edhe drithrat gjithashtu mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj. Nëse mungon magnezi, një bukë thjesht integrale mund t'ju vijë në ndihmë në vend të një tablete që mund të ketë efekt anësore. Dihet se ushqimet me drithra integrale nxisin gjithashtu gjumin dhe ju ofrojnë nivele shumë të mira të magnezit. Studimet tregojnë për efektet e magnezit në nxitjen e gjumit. Produktet me drithra integrale janë në të vërtetë të mrekullueshme, veçanërisht edhe kur bëhet fjala për probleme të ndryshme siç është për shembull stresi. Pasi magnezi redukton çlirimin e hormoneve të stresit. Si alternativë ndaj bukës mund të përdorni për shembull edhe bulgurin si një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët thonë se sa më mirë ta pasuroni dietën tuaj me produkte të duhura, aq më pak probleme do të keni me gjumin. Edhe disa nënprodukte të qumshtit mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë në dietën tuaj. Ushqimet që nxisin gjumin vijnë në të gjitha format dhe ngjyrat e mundshme. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mund të kthehet në mikun tuaj të vërtet. Ato përmbajnë nivele të mira të tripofanit, të cilët ndihmojnë edhe aminoacidet të rëndësishme të trupit, duke u mbajtur larg këtyre shqetësimeve dhe duke sjellë gjithashtu rezultate mjaft të mira për cilësinë tuaj të gjumit. Gjithashtu, frutat e thata mund të shndrohen në një aleat të mirë të cilësisë tuaj të gjumit dhe mund të mbajnë larg gjithashtu edhe problemet e pagjumësisë. Për sa kohë ju shtoni produktet e duhura në dietën tuaj, aq më pak probleme do të keni me cilësinë tuaj të gjumit. Serotonina gjithashtu është e nevojshme për cilësinë tuaj të gjumit dhe ekspertët e rendisin atë si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit. Ekspertët thonë se frutat e thata gjithashtu mund të shtohen lehtë në dietën tuaj për sa kohë janë natyrale dhe pa përmbajtës të ndryshëm siç mund të jenë kriprat ose ëmbëlsirat të ndryshme të cilat mund të kombinohet. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit gjithmonë janë edhe frutat e thata.
Ato përmbajnë mineralin e tripofanit, shumë i rëndësishëm ky mineral në aktivitetet tuaja ditore, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Për sa kohë përzgjidhni ushqime të duhura në dietën tuaj, aq më pak probleme do të keni në shëndetin e përgjithshëm. Kushdo që beson tek yndyrnat e di se sa e rëndësishme është të merrni omegën 3, dhe një prej këtyre elementeve për të marrë këtë ushqyes të rëndësishëm për cilësinë tuaj të gjumit gjithashtu është edhe avokado. Në listën e ushqimeve që nxisin gjumin nuk do të ishte e plot pa konsumin e avokados. Këto ushqime përmbajnë shumë magnez, i cili siguron nivele të mira për relaksimin e muskujve. Ju mund të dalloni mungesën e magnezit nga fakti se muskujt dhe nervat tuaja provokohen shumë lehtë. Kjo krijon gjithashtu edhe shqetësime të brendshme, të cilat krijojnë probleme me pagjumsinë. Nëse jeni një person që vuani nga pagjumësia, përveç magnezit, në dietën tuaj duhet të shtoni edhe produkte natyrale, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në cilësinë tuaj të gjumit dhe do të mbajnë larg shqetësimet e tij. Mos nguroni të shtoni edhe çajin. Çaji është i mirë dhe gjithashtu një qetësues i vjetër për cilësinë tuaj të gjumit, dhe sipas ekspertëve të Healthline, çajrat e ndryshëm janë alternativat më të mira ushqyese, të cilat duhet i keni pjesë prezente të dietave tuaja ditore. Kështu që, herën tjetër në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe çajin e kamomilit, një prej çarave më të rëndësishëm ushqyes që mund të mbajë larg problemet e pagjumësisë dhe të ndihmojë që të keni një gjumë më të relaksuar gjatë natës. Veçanërisht kamomili është aleati juaj më i mirë në këtë aspekt. Mos nguroni të shtoni edhe bananet. Tani kemi ardhur në kulmin e listës me produktet më të mira ushqyese, të cilat nxisin edhe cilësinë më të mirë të gjumit. Dhe një ndër to gjithashtu është edhe banania. Nuk ka asnjë frut më të mirë se sa banania kur bëhet fjala për cilësinë tuaj të gjumit. Ekspertët tregojnë se duhet i shtoni ato në dietën tuaj të rregullt për sa kohë janë natyrale dhe pa përmbajtje të aditivëve. Vetëm në këtë mënyrë do të keni përfitimet e duhura të tyre në shëndetin tuaj të gjumit dhe gjithashtu në parandalimin e problemeve të tilla. Ekspertët tregojnë se edhe çaji i bananes është një prej alternativave më të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj, gjithashtu edhe të gjumit. Sa më mirë ta pasuroni dietën tuaj me produkte sa më natyrale, aq më pak probleme do të keni gjithashtu me cilësinë e tij. Sigurisht, edhe disa erëza të caktuara mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj se vuani edhe nga shqetësimet e pagjumësisë. Erëzat më të mira që mund t'i përfshini në dietën tuaj janë kardamomi, i cili do të mbështesë sistemin tuaj tretës. Tani varet gjithashtu edhe nga shija juaj personale dhe gjithashtu, përfitimet që do të merrni në dietën tuaj do të jenë të menjëhershme dhe të larmishme. Sa më mirë ta pasuroni dietën tuaj, aq më pak probleme të pagjumësisë do të keni ju. Në dietën tuaj mos nguroni që të shtoni produkte sa më natyrale. Vetëm në këtë mënyrë do ta keni gjumin më të mirë dhe gjithashtu nuk do të vuani nga shqetësimet e tij. Bajamet janë një tjetër produkt, i cili mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj dhe t'jap rezultate të mira kundër pagjumësisë. Ato janë një zgjedhje shumë e mirë dhe e shkëlqyer edhe e pasur e magnezit, i cili ndihmon në relaksimin e muskujve dhe do të nxjisë të keni një gjumë më të mirë dhe më të shëndetshëm. Bajamet janë të pasura me yndyrna të shëndetshme, kështu që ato janë të pasura edhe me nivele të proteinës që ju mbajnë të ngopur për më gjatë dhe ju ndihmojnë të relaksoheni në situatat tuaja më stresuese. Një produkt fantastik i cili mund të shtohet lehtë në dietën tuaj është edhe kosi përgatitur vetë në kushte shtëpie. Kosi është i pasur me proteina që mund të ndihmojnë në stabilitetin e niveleve të sheqerit, gjë që ndihmon të arrini ndjesinë e ngopjes. Përmbajtjet e duhura të tripofanit, aminoacidet që gjenden me shumicë të kosit do t'japin rezultate fantastike në cilësinë tuaj të gjumit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj mos nguroni të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve për të mbajtur larg këto komplikacione. Edhe vezët janë një përzgjedhje e mirë ushqyese në rastin tuaj, duke ju ndihmuar të relaksoheni më mirë dhe t'i thoni lam të mirë problemeve të pagjumësisë. Vezët janë të mira për sa kohë shtohen në formën e tyre të zjerë dhe nuk përmbajnë gjithashtu shtesa të ndryshme siç mund të jenë edhe yndyrnat e tepërta. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.